Tensionet kanë marrë hovë brenda shtëpisë së Big Brother VIP 4 ku një debat i fortë është zhvilluar mes Eglit dhe Jozit. Shkak i përplasjes është bërë takimi që Egli zhvilloi me ish partnerin e saj, aktorin Olsi Bylyku. Jozi akuzoi Eglin për përdorimin e kunjave ndaj Olsit gjatë këtij momenti. Megjithatë, Egli nuk e ka lënë pa reaguar këtë deklaratë, duke theksuar se fjalët e saj nuk ishin thumba, por thjesht të vërteta që ajo ka ndier nevojën t'i thotë hapur. Pjesë nga debati: Jozi: dy kunja ja hodhe. Egli: nuk janë kunja, janë të vërteta. Jozi: kunja janë. Egli: ma ndjen këtu me e thënë se kam 2 vite e capa e parë. Jozi: janë kunja. Egli: a e kuptove ti? Jozi: po, shumë mirë. Egli: faleminderit, më vjen mirë. Nëse i ke marrë si kunja më vjen mirë, po jam e vetëdijshme për ç'a nxjerr nga goja. Jozi: edhe ditën që erdhi me të respektu, prap i hodhe kunja se kështu je ti, nuk e cip ti, e ke lënë cipën jashtë. Egli: respektin e kam patur 10 herë më të madh dhe mund të nxjerr nga goja ç'a të dua unë. Ti shiko ç'a nxjerr vet nga goja, se unë mbaj përgjegjësi për të mijat. Jozi: jo, shqetësohu ti ç'a nxore për një krahin nderi. Egli: tani vazhdo e merru me ish partnerin tim, këto 3 dita të bëj. Jozi: nuk merre me atë, merre me ofendimet, pislliqet që ke nxjerr prej goje ti dhe shembullin më të lodhur që ke dhënë ti në këtë shtëpi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.